Pa humbur kohë, fermerët e qarkut Shkodër kanë bërë aplikimet e tyre në skeman kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Ata tregojnë se subvencionet e përfituara nuk janë të mjaftueshme për fermat e tyre, ndaj institucionet mbështetëse duhet të rishqyrtojnë këto skema përfitimi. Për naftën kam aplikuar, edhe për një sa kallon shteti, për një se kam marrë. Pa me dalës del se ata 100 kg naftë për 10 dilim nuk dal me punu të na punire, por ma mirë pak se hiç. Ma por se mjetët punët as i san tjetër. Ata shkojnë shtenek, që është e vërteta. Kur bëjnë punën. Keni tokë shumë që duhet ta punoni? Kam 20 sa dilim tokë. Misër, perime, me i fjallë frutikulturë. Se unë kam blet, aplikoj për blet, unë i kena marrë, po janë pak masane këta matrikujt na 2.000 lek i paguim për i matriku. 10.000 lek marrim për koshere. Që na dalin, ja, po falemnerë shumë, se sa të na napin, na vërdije këna. Aplikoj qysh se ka fillu aplikimi, çdo gjë e ka marrë në rregull deri tash. Ja, çfarë mjaftueshme, nuk dalin me hedhë veç i dorën e parë pletë kemik. E çfarë merreni ju? Unë merrem me bujqësi. Keni tokë shumë? Nuk tokë shumë nuk kena, 17 dilim kam. Ma shumë qeveria do të hirmull çmimi i plenave kimik. Është çmimi i punimit tokës, është jashtëzakonisht i madh. Ita probleme kena. Deri në datën 30 maj 2025, fermerët kanë mundësi të aplikojnë për të përfituar subvencione në bujqësi. Aplikimet do të kryhen online përmes portalit e-Albania, i hapur për gjatë 24 orëve, nga data 14 prill në orën 8 deri në 30 maj në orën 24.